A do merret në konsiderat dhe do vazhdoj të ketë një bonus vjetor pensioni, ose ai quhet bonusi i fundvitit, që aktualisht është 15.000 lekë të reja për ata që kanë pensione në 20.000 lekë të reja në muaj dhe 10.000 lekë të reja për ata që kanë pensione disi më të lartë. Pra do vazhdoj të ketë bonus të fundvitit në këto shifra apo jo? Tani, për sa i përket bonusit të fundvitit, ashtu si kemi thënë në krye të herës dhe kemi bërë edhe në krye të herës, bonusi kalkulohet në varësi të ecurisë ekonomike dhe në atë varësi deri në fund të vitit tjetër do të vlerësojmë që nëse ekonomia ka performuar mirë, patjetër që mund t'i japim një bonus në fund të vitit. Por nuk mund ta themi tani këtë gjë, sepse çdo gjë do të bëhet në bazë të vlerësimit të ecurisë ekonomike. Atëre, gjë e parë që duhet bërë e qartë për të gjithë pensionistët që na ndjekin është fakti që nuk do kemi rritje të pensioneve, do kemi thjesht pjestimin e atij që quhej bonusi i fundvitit me 12 muaj. Kjo është rritja në thonjza që parashikon kjo qeveri. Dhe për më tepër, logjika është e kthyer përmbysje, me thënë, sepse në qoftë se në fund vitit, me bonusin e fund vitit, pensionistët merrnin, po e theksoj edhe një herë, 15.000 lekë të reja për ata me pensione të ulta, nën 20.000 lekë në muaj dhe 10.000 lekë për ata me pensione më të larta, është përmbysur logjika. Tashmë, ata që marrin në 20.000 lekë të reja në muaj dhe që merrnin 15.000 në vit, nëse do t'i pjesëtoni me 12 muaj, i bie që do merrnin 1.250 lekë çdo muaj shtesë. Po ta ndanim këtë që merrnin dikur. Tani, sipas skemës tuaj, do marrin nga 800 deri në 1.000 lekë të reja çdo muaj. Kjo është skema tuaj. Ata që marrin mbi këtë vlerë do marrin diçka më shumë. Po thelbësisht ajo që ka ndodhur është që është pjesëtuar bonusi i fundvitit me 12 muaj dhe kjo shitet si rritje. Fakti që zoti ministër thotë që ne nuk e parashikojmë dot a do ket as do ket bonus, ne këtu me parashikime po flasim për projekt një vit nuk është projektuar bonusi i fundvitit, më lejoni ta them pak. Dhe asnjë vit, kështu që do ishte shumë e nevojshme që ne t'i bëjmë referent, se duhet t'i bëjmë gjërat e qarta për publikun dhe jo thjesht për demagogji. Pikërisht për t'i bërë të qarta për publikun. Përderisa këtu po flasim, po mirë më zonjë tani, përderisa këtu po flasim për rritje pensionesh, do duhet që qeveria të marrë konsiderat atë që jepte deri dje dhe brenda dhe këtij viti si bonus i pensionit. Po dakord pra, është bonusi i fundvitit i ndarë me 12 muaj, është e thjesht logjika tani.